Këtë të shumë në vend do të mbahen zgjedhjet për kryetar të Partisë Demokratike të Shqipërisë, ku në garë është vetëm një emër, ai i Sali Berishës. Qytetarë të Vlorës, të cilët e ndjekin këtë zhvillim, thonë se kjo nuk është i garë, por një uzurpim që i bëhet Partisë Demokratike. Sipas qytetarëve, në asnjë parti politike në vend nuk ka zgjedhje, nuk ka garë kur bëhet fjalë për kryetarin, pasi secili mbron karrigen e vet. Qytetarët mendojnë po ashtu se një politike e cila mendon për qytetarët fillon nga zgjedhjet e lira brenda partisë. E në Partinë Demokratike duhet të kishte garë, të jepej mundësia gjithsecilit të përfaqësohej, por edhe të rinjve të promovoheshin. Qytetarët mendojnë se emri i Sali Berishës me më tepër se 20 vite në krye të Partisë Demokratike është i konsumuar e nuk ka sjellë asgjë të re për vetë partinë. Për mendimin tim nuk është mirë të kandidojë një. Normalisht duhet të jenë 2 ose 3, duhet të ketë alternativa të tjera. Se njëshi gjithmonë s'ka alternative. Të rikandidimin e Berishës në vite, si e shikonin, duhet kishte një... Po patjetër duhet kishte. Dërsa ka kaq vite që Partia Demokratike është në hije, në opozit, në hije, jo në opozit, po në hije, kjo tregon që s'është punuar mirë. Atëherë duhet një alternativë tjetër. Po nëse do të ishin 2 apo më 3 apo më shumë kandidatë, mendon se do të kishte vërtet garë? Jo, nuk mendoj. Është uzurpuar, shiko, si në Partinë Socialiste, si në Partinë Demokratike janë uzurpuar liderët e partive, kupton? Dhe prandaj neve jemi në këtë gjendje sot. Do të vazhdoj të kemi gjatë të klasë politike të njëjtë? Po, dërsa rinia është jashtë shtetit, normale. Nëse pritet nga mosha ime 72 vjeç, gjithmonë rinia është ajo që e kalon përpara shoqërisë. Fitore e sigurt. Çka gare ka, çka gare. Saliu tallet me ata. U ka sa duash, se vetëm Saliu është intelektual në PD. Sa intelektual ka... Po të kishte më shumë se një kandidat, do fitonte Berisha, do kishte garë. Saliu fiton, vetëm aty. Vetëm Saliu i fiton zgjedhjet. Sistemi keq. Sa të jenë ata 2, të vështirë kemi. Dakord jam. Që kandidon për Partinë Demokratike. Shqiptarët s'parajnë bles kollaj, ti bësh kok më kok. Dijatë proverbis tonë, topin e ka mund të gjoj unë, gjoj veta, edhe Saliu, ta që ka ma vetës, lëm një tjetre, sa tjetë gjallë dhëtaj ta mbaj unë dhëtaj. Po pëse në? Kjo ndë këtu se ashtu është kanë njështë Partia Demokratike tash. Ndaj, i vend gjithë në basë, servilizm, gjitha. Që të bëjnë ata që kanë dhe neve s'kemi gjithë ndo. Me drejt do t'ishte sa më shumë, do ishte më mirë akoma që ditët. E dira ma të do më që tjetë Saliu edhe e kanë 2 ata bashkë. Të 2. Dhe 2030 i thot a i ke mua në kraj, thot Edi, edhe a i thot ke mua dhe kështu do ve kjo punë. Shqiptarët më numëro janë. Ne s'kemi asnjë të ardhmë. Me shpirt e me zëmër, po me këta 2 që janë në kryet të partive nuk janë asnjë për të qenë. Për popullin njërë nuk janë. Për arsye se këta janë të gjithë hajduta. Populli i është vënë një çizme në qafë, po shtypet që në atë kohë edhe sot e kësaj dite. Që të kërkosh një të drejtë apo të ashtu nuk të njihet. Këtu fiton ai i korruptori se sa i ndershmi. Berisha nuk ka për të fituar sepse nuk ka mbështetje. Është i vetëm, nuk ka për të fituar. Këta 2 persona, këta 2 kryetarë të hiqen, të hapin krahun të një të riu. Urdhë? Ta kemi dhe shumë gjatë të klasë politike? Klasë, Saliu, apo të gjithë? Të gjithë. Këta valla qoj një e i tjetër, këta nuk kam për të ikur, kur në kurës. Si në çdo rreth tjetër në vend, edhe në qarkun e Vlorës, ditën e shtunë do të votohet. Procesi i votimit do të nisë nga ora 8, duke përfunduar në orën 18 zyrtarisht. Zgjedhjet për kryetarin e Partisë Demokratike Shqiptare do të zhvillohen në selin qendrore të kësaj partie, me parimin 1 antar 1 vot.